të mujës. Ministri në detyri bujqësisë Armend Muja në një konferencë të mbajtur për media ka thënë se raportet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë kanë evidentuar raste ku produkte të shitura si qumsht, mazë apo djath nuk janë përputhur me atë që pretendohet se ishin. Atë ditë, me datën 5 do të ketë qenë në AOV, është bërë prezantimi i gjetjeve të famshme. U është konstatuar një seri mos përputhjeve që dokumenton me këtë qarë dhe këtë them, qumshti, djathi, maza, gjiza, regam në një produkt bilmetit, ku nuk ju ka ndru emra, nuk është keq përdor një produkt që derivon nga qumshti i lopës, edhe është zëvendësu me qumt me vaj palme. Në këtë situatë, konsumatori përballet me një problem të dyfish, jo vetëm që mund të mos marrë produktin për të cilin ka paguar, por shpesh nuk ka as informacion të mjaftueshëm për përbërjen e tij, sidomos kur bëhet fjalë për ushqime të përgatitura në furra apo lokale. Muja ka paralajmëruar se subjektet që për përfitim përdorin emërtime që mund ta mashtrojnë konsumatorin, duhet të përballen me masat përkatëse. Tona, shteti jonë, qytetarët e Kosovës, duhet ta dinë sakt, a maza është qumsht si qumsht, a është gjiza. Në shumë raste është konstatuar që jo, por dini edhe diçka tjetër. Ka edhe një çështje. Këto produkte barten në mënyrë zinxhirore në industrinë e ushqimit. Bureku me djath nuk ka etiketë. Ato e blen konsumatorin furrë. Ai ka kërkuar zbatim të plotë të ligjit për ushqimin dhe ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, ndërsa Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, institucion përgjegjës, ka detyrim të kontrollojë, raportojë dhe kur është e nevojshme të kërkojë tërheqjen e produkteve që nuk përmbushin standardet.